Bab, Që të hala jetu ti, ha? po bab, mirë se ke ardhë. Mos më thirr bab, para se me tregu vërtetën. Shabani ka kallëzu drejt çdo sen, që jeshtë atë zonë, që rrin me njerëz që askush nuk i nje. O qik, ti je largu për realitetit. Unë nuk u marrë të me bo zhurëm. Unë nuk u marrë me ditë. Kujt i takon ai fëmijë? Bab, sanët nuk janë qashtu që shpodokan. Mos më fol me fjalë rreth e rrotën, se unë kom dalë para krejt katunit për ty. Kom thonë që qika jeme është e ndeshme. Tash njerëzit po nalin rrugës, po mbetin kush është baba i nipit tonë. Unë nuk më dash marrë deri që thot betona. Atëherë kallëzëm, a është fëmija i burrit tonë apo i dikuna tjetër? Bab, unë jam kojmë vetë. Shumë vetë. Kërkush nuk e ka ditë çka kom kalu. Na jena konë gjallë. Jo, bab, ju jeni konë largë. Edhe ai veç më kalon vetë në mesin e rrugës. E pse nuk erdhe te unë prapë? Se kum pas turp, kom menu që duhet me duru, që shdurojnë krejt gratë. Edhe mos mujta marrë prej herës fundit që ma keni mbyll derën e shtëpisë. E tash, kush janë ata? Ata nuk janë njerëz të këqe. Unë nuk po të pyes, a janë njerëz të mirë. Unë po të pyes kush janë. Ata janë të vetmit që më kanë trajtu si njeri. Pra, nuk është i burrit tonë. Ti e din çka ke bo. Po, edhe çdo ditë jetoj me qatë peshë. Ti nuk e ke thyr veç martesën, po ti e ke thyr edhe zemrën tënde. Bab, unë hala jam vajza jote. Unë e kur nuk kom ditë me të pa të rritër. Për mu, je hala aja qika që vepron dhe pas meje. E tash bi, po bo është non. A thu më rëzët, atë do hala arde joni. Nuk e di, ama gjithë shka u bo lamsh. A di nëjë që jeti ishtë atë zonë? Po, me siguri ka të regu Shabani Ardianit. Qka do më bo tash? Nuk e di, veç nuk du me jetu më me frikë. Gabimet nuk shlyen. Po, gjaku janë je. Edhe këtë fëmi, s'ka me lonë kush për mbrojtje sa t'jo mund gjallë. Shëndetje. Si je? Falë. Jam unë. Gjithçka është ka shkanë si mbas planit. Mbas më thirrë, veç me më thonë po shkon. Unë du rezultate. Lirika është shumë e latme. Është e hutume. Edhe familja e saj nuk pe prana. Ti e dim se e zgjedh për këtë punë. Është momenti më i mirë me bind për me ikë prej Kosovës. Se më ke thonë që ajo të beson më shumë se gjithë kanë. Mos haro, një gabim i vogël edhe t'i zhdukësh bashkë me planin. Po, Atëherë kallëzo. gjithçka e kum
planifiku, nuk kam e pas asnjë gabim. Ajo ka me dyshu. Kam i thonë që e kum gjetë një familje në Zvicër për me të ndihmu ty. Kishëm dhe me pe kërkuj një grup për me punu në Zvicër. Me jetu largë dramave, me fillu gjithçka një jetë këtë të re. Ti nuk po qenë për një jetë re, po qenë aty ku duhet me shku. Jo tash. Është komplet e thyme. Edhe ajo po dënë me ikë, me fillu një jetë të re. Rruga është e rregullume, njerëz të mirë presin në destinim, ti vetë siguro që kam hyp në aeroplan. Po, e di. Atëherë ti e din ç'më bind, ose pasojat i merr vet. Po në qoftë se ndryshon menje. Ajo është shoqja jam. Mos harro pse e fund këtë punë. Borxhet nuk paguhen me ndjenja. Amo në gjithë qysh kam jam ushmen. Kam i thonë se qështu rrezikohet. Se njerës po flasin. Kretë po thojnë që veç jashtë ka qetësi. Sa o shpejt? 2 ditë, maksimum. Ti nuk i ki 2 ditë, i ki 24 orë. Veç është shumë shpejta. Unë nuk negocioj. Po, veç pjeca tjetër e pareve? Ti po kërkon pare para se me kry puna? Kam nevoj, se për ndryshë nuk muna mi livez gjana. Ti po harron vendin tënd. Unë ja pare kur kryet puna. Pa ato pare, nuk kam qysh me bind. Do të mi abo krejt historinë reale. Gjysma mbetur nesër, po nga mirë. Nëse diçka shkon keq, nuk ka vend në Kosovë ku fshinjeshtje. Nuk kam e shku as një sen keq. Për ty shpresoj. Nuk kam e shku bre keq? Më falë shumë Lirikë. Ku ke i vetë tash? Nuk kam kohë më të pritën ditën, no? Ti gjithmonë bën me kaltrin? Edhe kur ki bërgjë? Kishe bo mirë mës mja njësë, qështu? Se e di fort mirë për shkatë këmë tjerë më taku këtë. Po, për ato porët që i ke morë, tash ty të ka rrë kë problemin kry. Stata ka dalë për kontrolli tash. Nuk është veç puna jeme. Është edhe Lirika. Unë nuk merra me drama familjare. Marrëveshja ka qenë, ti merr porët, unë e pres kthimin. Kaq. Po vej të thejmë, tani, veç më duhet edhe pak kohë. Koha ka përfundu, njerëz presin në Zvicër. Bashkëpunëtorët nuk dojnë arsye. Te presin porët. A e di kush është kjo? Unë për që qiken të kisha njoftu. Ama më se përzim punën tonë. E tash bëhet mirë, se ti nuk pe kryen punë që duhet. Më do këtë po arran që e ku marrë këtë riskon për ty. Edhe krejt transportin e kom rregulluve. Edhe porët i morë, mos harro, e është pjesa më e rëndësishme. Dëgjoj mirë. Kjo du të me dalë sa ma shpejt për vënë. Se në që se rrim këto, veç upëm kohë edhe zbulohet sa ma shpejt. Lirik, qysh po të shonë e ty sot? Je ka menon të shka të modhe ti? Po, Besa, jam ka e menaj. Deshta me të rëgu diçka, po s'po di që shmja fillu. Po fol lirisht. A je motra jeme. Ka të zëmë shka ka ndodhë. Kaltrina, shoqja jam, ma ka gjetë një mundësi për me shku në Zvicër. Në Zvicër. Për shka? Po me punu të një familje, mu kujdes për një plak, sa që janë njerëz të mirë, pagesa është shumë e mirë. A je sigurt për qatë punë? Lirik. Po pse jo, Kaltrina më tha që gjithë shka është në rregull. Unë e po tamë që së është.
Po, Kaltrinën sa e një une, gjithmonë i pëlqen mi pështjell punë pak. Jo, Besa, këtë herë seriozisht e ka. Ajo ka vendos me m'ndihmu. Lirik, ngom veç pak. Ka shumë vajza që po shkojnë jashtë me punu, po nuk përfundojnë mirë. Po pse gjithë duhet me mendu ma të keqen? Se jeta nuk është gjithmonë e drejtë. Unë vetëm po du me të mbrojtë. Kaltrina ma ka të regu edhe familjen, bile më tha që janë shqiptar. A ke pa me sytë to? A ke fol me ta? Mirë, e qojmë na, po dijeni sen, se nuk e vojnë folas. Nuk ka ma. Atëherë gjojnë zgjidhjen. Kaltrini ki dy rrugë. Ose i sjell poret, ose punon prapë për mu. Jo, ma. Se më duket pa harran që herën e fundit më nxek pështova. Jo, kjo herë paguhet 2 fish. Për mu. Çfarë pune? E kini transferim të fundit, edhe pastaj je i lirë ti. Që se rast e pranoj? Po thu që Lirika del jashtë pa problema. Unë vetë që ato deri në Zvicër. Po në qofë se diçka shkon keq? Atëherë, askush nuk e merr vesh që najnë ataku sonte. Po më duket ti nuk je të kuptu. Që ne më ka munu na veç me pështu. Jo, ti muneu veç me shpëtu vetën. A e di që policia kanë fillu me pyt. Dikush ka fol. Kush? Nuk e di se kush, po janë shumë afër. Atëherë, na nuk kena më shumë ku. Punën e bojmë nesër natën. Nesër natën ka rrezik. Rreziku ka qenë gjithmonë bërë pjesë e marrëveshjes. A peshe? Po, Ky përduhet veç për mu. Askush tjetër. Merre. në qofë se refuzoj? Atëherë problemet tua fillojnë që sonte. Atëre kjo është hera e fundit. Ka i thojnë qështu? E nëse më trathon? Unë nuk të rathoj. Unë veç mbledhit borgje. Jo, po ajo tha që s'ka nevoj. Gjithë shka është në rregull. Ja, pra, që aty po më duket pak çudi. Bes, unë jam lodh këtu. S'jam të mujt me gjithë as punë, gjithë ditën jam të najtë veç në menime. E kuptoj, po mos u ngut. Kjo mundet më konë shanse jemi. Shansi apo rreziku? Qysh ti je të menu që Kaltrina unë mashtron? Nuk po tham qështu, po duhet më siguru mirë. Po, që ka me bo? Fol me familjen. Merr informata e jo vetëm që të ka thonë dikush. Kaltrina më tha që duna me vendos sa më shpejt. Edhe kjo po më duket shumë dyshuese. S'po di hiç çka me menu tash. Lirik, ti je shumë zemrë mirë. Po nga njëherë më je shumë naive. E di, shpesh ma ki thonë. Unë nuk du me të pa, tu lëndu. Po nëse kjo është mundësia jam për me ma ndryshu jetën, Po atër shko. Shko me sy hap. ka me mendu edhe pak. Kjo ma e mençmja që mundesh ti me po. Bes, faleminderit që po kujdesesh për mu. Po gjithmonë. Edhe nëse nuk ngan. Ka njëherë të ngoj. Shpresoj kësaj here.
Përshëndetje. Shumë qetë po dukesh, kur dikush se ka kry punën. Punët nuk shkojnë bret që shi planifikan ti? Jo, po shkojnë që shi krynë. Edhe di e mirë, unë të kom do pare për një send thjesht. Me ma njoftu lirikën edhe me ma ofru. Edhe të kom njoftu. Qa ty ka përfundu marrëveshja mes me edhe ti? Më së shetash, qa që meqme. Ti më the që aja ka më lidhë me mu. Unë s'mëj me detyru kërkanin për më dasht. Ta kom njoftu, ti u dasht me kalzuat të zgjathtësinë tane. Zorë s'po thamë, po ti ke ditë që shmja mu shmenin. Ti e që i ka pështjelojkë, që manipulon njerëz. Mos u ban tash, su kur t'u ka zgju ndërgjegja. Më do këtë sonë veç kom dash më të njoftu. E qka bëna ja ma vonë është krejtësisht zgjedhja e saj. S'kom pagu për zgjedhjone, po kom pagu për rezultat. Mirë kishe bo me ullë zanin, e s'ki nevoj me bo skena. Se për na shohin njerëz. Ka nevoj, kur dikush më merë për bodallë. Bab, A më dhe i? Nuk ko marrë sot me bërtit. Ko marrë me tani edhe njëherë fjollën tonë. Bia jam. Kallëzëm atë vërtetën për fëmijën. Na nuk të kena eduku kështu. Atë këtuhet kër e kone vogël. Kur u dzoshe për bicikletës edhe vrapëshe të kojtë tonë. Gjithmonë thëshë, Bob, më shumë levet. Nesër, a mon gëmë mirë. Nesër, ti e binë lirike që njën personi duhur për ta. Nuk moj. Ajo tash ka vendos me ikë jashtë vendit. Me ikë, Po, jashtë vendit. kush e ka shtin kryat ide. Nuk ka rëndësi. Se kush ja ka shti atë manë. Ka shumë rëndësi për mu. Nëse nesër ajo nuk vjen me mu, ti keme pas shumë të lashe. Po më do këtë se po më kërsnana. Jo, po të paralajmëraj. Ti nuk e një lirikën. Ajo nuk rrin me zarë me kërkan. Atëherë gjë e mënyrën që me najtë me dëshirë. Emanuel, nuk funksionon kështu jeta, që shpo thu ti. Ti e mashkull, u dasht mi hafru atë ngrëtësin femnës që më të afru vetë. Jeta funksionon me interesa. Ti ke marrë paret, krye pjesën tone. Para se mu largu, po të thamë edhe diçka. Nesër mrama, ose ma sjell, ose me sprit që kena me folë qetë ma. Krejt është kanë dullët rrëthmi. Unë kur nuk të këmlon vetë. asun nuk e kumlon vetën, bab. Veç jeta më ka qunë venet që si kum zgjedh vetë. Unë po mundohem me kuptu. Po zemra jeme nuk po pranon. Kushdo që është baba e ati fëmije, unë du me ditë. Bab, më nuk ka këthim. Ky fëmi ka me lind edhe unë ka me rrit vetë. Po njerëzit, familja, nderi. Unë e kum jetu gjithë jetën për qa kanë thonë tjertë. E ta shëtutja ka me jetu për fëmin tem. Ti se din, sa eronë është ki rrugë. E di, po ma eron është me jetu me rena. Bia jam. Unë e veç nuk du me thotë thime. Tash më jëm thy, ama jëm të ngrit prap. Nëse duhet me luftu për drejtën tem, ka me luftu edhe nëse në fund mes vetë. Ti nuk je maja që i ka vogël, por dije që prap je gjaku jam. Unë e mundëm, më su pajtu me gjithë shka.
Po dijeni sen që unë kur s'ko më të lëmë vetë. Unë e qoha bi, se nuk po kom vakt. Në që aty. Lirik, a mujna me fol pak? Hajde. Lirik, e kam një lajmë shumë të mirë për ty. Sot besoj që është një ditë shumë e madhe për ty. Një familjari jemi më ka lajmëru për i Zvicrës. Zvicër? Po, një familjarë në Zvicër me kërkojnë një punëtore që punon mrena familjes saj. I ki komplet shpenzimet e pagume, e ki fjetjen sigurt aty. Edhe besoj që ka më ku një jetë shumë e mirë për ty. Nuk e di, kretë të ndodhë shumë shpejt. Se di ashtë kua me marrë vendime tash. Lirik, shika, unë po mënuna për më të mirën tonë. Edhe unë nuk pe kam letë të pa ty në që gjendje. Ama të kësha lutë që ka em këshyre realitetin. Njerës për klasin, familja ju të përqa komplet. Këne e problemet, shqykime burë. Unë të kisha thonë, dil motra me pak jashtë. Provaj e jetën atje që është. Besoj që është shumë mirë për ty edhe për të mjenda. Unë prap kom familje, edhe nëse nuk po më pranojnë, ata prap janë familja jam. Po, a? Apo të një mojnë e Lirik, pra? E kam Ardianin, familjen e ti, edhe pse më kanë qitë prej shpis prap, Qka prap? Lirik, qërëm sy të kësha lutë. Atë kanë ardhë në erë më të vetë qëshje? A kanë ardhë në erë më të qelë derën me pa ku po jetën? Nuk është e emni veç me thamë familja, ajo familja është ajo që në kujdeset. Dëgjë mirë, kjo është shansa e fundit, Lirik, për ty. Ti dije vetën qëshje, e ki edhe një thmi në barkë. Edhe unë jam lodhë ma me këto problemet e tua, të menu në atan këta. Kështu që, ta këm dhanë mundësien, me dalë jashtë, me vazhdu jetën që është mas mirë ti. Edhe unë nuk po muna valla, i mu mirë me problemet e tua ma. Do të me dalë jashtë pa tjetër. Situatën që ki është jeta ma e mirë atje. Blem fillon pizarë, se fillon një jetë ma të mirë dhe atje nuk njef kërkushe. e nëse gaboj, Oh, Lirik, gabimi është ma i madhe në qëfë se ti jetë këto. kam frikë me shku larg krejtve. Lirik, nga njerë është shumë ma mirë mu largu prej një venit, me fillu një jetë të re dhe me shpëtu vetën. Lirik, a peshe qëta? A peshe, Lirik, rroga është shumë e mirë. Shpenzimet e jekta, banimi sigurt, me një familje serioze, për ty jam ka menej, për të mirën tënde. Kjo po do këtë shumë e mirë, shumë e lehtë. Sepse, këtë herë, fati po të rëket në derën tënde, Lirik. Unë kur s'ko mikë prej problemeve. Unë ti që shpemerë, kjo nuk është ikje. Kjo është një shpëtim për ty. Unë e veç e du një jetë normale për këtë fëmijë. A dynë? Kjo. A je sigur që është vendimi mirë? Po, të premtoj që vendimi ma i mirë është ky.
Çfarë ka? Pa ty se di ku kisha mujt më konë. Mjaft mo me rena, ku është Lirika? Emanuel, gjanat kanë dalë krejt jashtë kontrollit. Jo, ti e ke nxjerrë jashtë kontrollit. Ti na premtove rezultat. Po shika ka hub. Qëshini të menu ju dy, në nuk jam pronare e jetës saj. Ti morë paret prej krejtve. Prej meje, prej këtij zotnis, prej atij tjetrit. Do ta shpelum viktimin, a? Jo po menoni që njerës manipulohen pa fund. Ajo ka vendos vetë, more? Çka ka vendos, vozem? Jam të jengu që disa minuta. Edhe jam të mundu me kuptu, a jeni ju ata tre që ja keni shkatru jetës qikës tëve. Edhe kush për ju e ka mashtru? Kush është ti në kitru? Ti po ta orë shpinto si shoqa, ha? Kretë kjo pun e mbon erën tradhti. Edhe folë matë madhe kiti. On? Jo, valla, une jo. Une e ku mbrojt ata kur burri vetë e ka qitë për shpis. Ku je kon të atëherë? Kur u përfol për tradhti, kur ajo ish veç. Ju si familje e keni gjiku. Unë i kom qëndru afer, kur asnjë për juve s'ka qenë. Mjaft mo me drama. Ku është aja? Aja? Kaltu. Në Zvicër. Kur? Sot. Alo, Lirika, mirë se vjen, çdo send është në rregull. po, a është gjithçka e sigurt? Po dikush të pret ty në aeroport. Nuk ka për me ndodhë kur gja. Po s'pe di, gjithçka po ndodh kaq shpejt. Ti nuk je pse mu friksu. Tash fillon një jetë re. Askush nuk do të shqetësoj ty. Të gjitha planet janë sigurta. Po, frikë kam. Se çka ka me ndodh me jetën tam atje. Besam, ti kemi ndryshu gjithçka. Kjo është mundësia jote për një fillim të ri. Fëmija jote ka me pas jetë sigurt këto. Ti kemi jetu lirshëm. Po menoj që ka me shku mirë. Kjo është mundësia jam për me fillu një jetë të re. Pro, voza jam pas ka i për kredva, Lirik bi, nëse me ndo që i e vetë, nga bim je ko. Se boba gjithmonë të ka mojt dhe në hapë. Qysh mos po djemore. Pur. Hajde se na këna më po prap. Po sa rash sa. Alo. Hej, Loq, ku je? Për 5 minuta jam të veni. U kry, hajde shifni. Gjdo send është planifiku. Ti veç duhesh me besu. Beso mu, kjo është shanset më i madh për të filluar një jetë më të mirë. Faleminderit për gjithë shka. Mos falendero. Veç bëje gjdo send të shkoj mirë. Nuk e di a mor vesh kjo qik në dur të kujna po fillon një jetë re.